Çfarë dëshironi të thoni në këtë fushat elektorale për elektoratin tuaj? Ëndra e shqiptarëve po bëhet realitet. Shqipëria europiane. E patjetër. Kjo është ëndra e gjyshërve, ëndra e baballarëve tan, ëndra ime. Edhe nuk mund ta imagjinoj dot që djali apo nipi im ta kenë më këtë gjë ëndër. Ndaj duhet jemi shumë të fokusuar. Kemi shans të madh për t'ia mbritur kësaj gjëje. Cilat janë 3 politikat që do të advokoje në Parlamentin e Shqipërisë? Më shumë shpresë dhe mundësi të rinjve për të ndënjur vend dhe për të punuar dhe jetuar këtu. Më shumë facilitete grave, gratë që të emancipohen duhet të kenë pavarësi ekonomike, edhe më shumë vëmendje ndaj pensionistëve. Meritojnë të kenë një nivel tjetër të ardhurash, edhe përpasoj të kenë një pleqëri të mirë. Pse meritoni ju një vend parlament? Besoj që jam shumë pranë njerëzve. Kam eksperiencën për që një ligjvënës i mirë. E kam përfaqësuar mirë ndërkombëtarisht atë dhe unë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.